Partia Demokratike prezantoi aleancën për Shqipërinë Madhështore, që do të hyjë në zgjedhjet e 11 majit. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha, në prezantimin e koalicionit Shqipëria Madhështore, u zotua se nëse Partia Demokratike fiton zgjedhjet e 11 majit, në Shqipëri nuk do të ketë rroga minimale në 500 euro dhe rrogë mesatare në 1200 euro. Berisha tha se Partia Demokratike do të çlirojë shqiptarët nga vuajtjet e blerjes së ushqimeve, teksa u zotua se në 3 muajt e parë të qeverisjes, shqiptarët do të marrin 200 euroshin e minimumit jetik. Ku e nisim ne ndërtimin e Shqipërisë Madhështore? Ndërtimin e Shqipërisë Madhështore e nisim tek dhimbjet e tyre, tek vuajtja e tyre, që vjen nga mospasja, që vjen nga varfëria ekstreme, me zotimin solem se 3 muajt e parë nuk do ketë shqiptar që nuk do marrë 200 euro minimum jetik. Dhe se rrogë minimale nuk do ketë në 500 euro. Dhe se rrogë mesatare nuk do ketë në 1200 euro. Po, zotëri, po s'ka gjë më, s'ka detyrim më madhor për njeriu që ka shpirt dhe zemër, se sa taksat që merr prej qytetarëve t'ja u kthej atyre direkt në mirësi, t'ja u kthej atyre direkt në mirëqenie, t'ja u kthej atyre, t'i çliroj ata nga vuajtja e blerjes ushqimeve, ilaçeve e tjerë me radhë. Ndërsa opozita vjen me një projekt që Shqipëria nuk e ka njohur kurrë më parë, socialistët nga ana tjetër, sipas Berishës, vinë me zhapik e bretkos. Demokratike dhe alat të saj nisin fushatën me një përsi të pakrahasueshme me kundërshtarin ton, padrinon e narkoshtetit dhe bandat e tij. Njerëzve që besojnë në vlerat dhe jo në mandatet e marra duke arrestuar liderët politik të opozitës, jo në shndrimin e Shqipërisë në vendin e torturave, jo në plaçkitjet më të mëdha që ka njohur historia të qytetarëve shqiptar dhe pamëshirësisë ndaj tyre. Pra, para qytetarëve shqiptar ne shkojmë kokulur dhe ballhapur. Shkojmë kokulur sepse do të kërkojmë mbështetjen e tyre, do të kërkojmë zemrën e tyre, do të kërkojmë mendjen e tyre, por gjithashtu ne paraqesim një projekt që Shqipëria se ka njohur kurrë më parë. Kreu i Demokratëve Sali Berisha i është përgjigjur kryeministrit Edi Rama, i cili ka konsideruar këtë koalicion si produkte të një kënete. Paraqet hardhuc, paraqet zhapi, paraqet bretkoca, zhaba, dhe tani sfundi i kanë ngel në gojë ku je kujtim, jepi ato musteqe ose bëj diçka me të, se çmellet pas musteqeve tua, burrë dhe papë. Ku e kam kujtimin? Ha, bravo! Ti kujtim se unë e ti e njohim atë nga ana psikologjike. Ja din ti arsyet pse ka atë, po tjetër punë tani. Sa i përket koalicionit, Berisha tha se është moment historik dhe se aleanca e tyre është transparente.